Situata në qarkun e Korçës paraqitet e qetë. Mbrëmja nuk është shoqëruar me reshje shiu apo bore, por temperaturat kanë shënuar vlerë nën 0 gradë Celsius. Kjo nuk ka sjellë në fakt as situata emergjente dhe as problematika apo dëmtime në infrastrukturë, dhe në këtë kohë qarkullimi i automjeteve është duke u kryer normalisht. Autoriteti rrugor shqiptar bën me dije se qarkullimi në të gjitha akset rrugore të qarkut po vjon normalisht dhe nuk evidentohen problematika në infrastrukturën rrugore. Kjo konfirmohet dhe nga drejtuesit e mjeteve, kryesisht ata që frekuentojnë dhe zona turistike si Dardha, e cila është e mbuluar nga bora. Janë marrë gjitha masat besoj dhe mbrëm nuk ka patur rreshje, situata është e qetë, rruga është e hapur krejtësisht. Ajo që do të them është që njerëzit duhet vinë të frekuentojnë këto vende kaq të bukura, sepse vërtet është qoftë pamja, qoftë ajri, qoftë mjedisi janë të këndshëm dhe besoj që i ftojnë të gjithë të vinë të vizitojnë dhe të shijojnë këtë ambient kaq të bukur dhe kaq të tërheqës. Sa i takon furnizimit me energji elektrike, operatori i shpërndarjes së energjisë informon se Fidri Vidhkuq nën stacioni Rehov rezulton pa energji elektrike për 4 abonent rural në zonën e Gjergjevicës. Ekipet e punës janë duke punuar në teren për riparimin e defektit dhe rikthimin sa më të shpejtë të furnizimit me energji elektrike.